Një tuf lulesh, por jo çfarëdo. Mërgimi e surprizon Angjelushën dhe rrjeti shkrihet nga ky gjest i ëmbël. Ditëlindja e Angjelushës vazhdon të marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale, por këtë herë nuk ishte një festë madhështore, ajo që bëri buj ishte një detaj i vogël, por tepër i ndjerë. Përmes një Insta story, Angjelusha ndau me ndjekësit një moment shumë personal, surprizën që kishte marrë nga bashkëshorti i saj, Mërgimi. Një tuf lulesh elegante, e përzgjedhur me shije dhe kujdes, që në pamje të parë duket e thjeshtë, por në fakt flet shumë më tepër. Pa deklarata të mëdha dhe pa ekspozim të tepruar, ky gjest tregoi një afërsi të sinqertë mes tyre. Sepse ndonjëherë nuk janë dhuratat luksoze ato që lënë gjurmë, por ato që vijnë nga zemra. Ajo që e bëri edhe më të veçantë këtë moment ishte mënyra si Angjelusha zgjodhi ta ndajë, natyrshëm, pa egzagerim, duke e lënë vetë pamjen të tregojë historinë e dashurisë që fshihet pas saj. Dhe pikërisht kjo thjeshtësi ishte ajo që preku publikun. Reagimet nuk vonuan, ndjekësit u shkrin nga ky gjest, duke e cilësuar si një nga surprizat më të bukura dhe më të sinqerta që mund të bëjë një partner. Komentet u mbushën me fjalë pozitive, duke e kthyer këtë moment në një nga më të përfolurit e ditës. Sepse në fund të fundit nuk ka rëndësi madhësia e dhuratës, por mesazhi që ajo përcjell. Dhe këtë herë, mesazhi ishte më i qartë se kurrë. Dashuria e tyre nuk ka nevojë për shumë fjalë, ajo thjesht shihet.